Ngjarje e rëndë në Delvin, farmacisti godet mjekun për shkak të detyrës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Delvin, ku një farmacist dhe një mjek janë përfshirë në një konflikt. Sipas policisë, farmacisti ka goditur me shpull mjekun gjatë një konflikti për shkak të punës. Farmacisti është proceduar teksa hetimet mbi ngjarjen vijojnë. Njoftimi i policisë. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Delvin referuan materialet në prokurori dhe nisën procedim penal në gjendje të lirë për shtetasin DM 24 vjeç me profesion farmacist, pasi dyshohet se për shkak të detyrës, sipas policisë, farmacisti ka goditur me shpull mjekun gjatë një konflikti për shkak të punës. Farmacisti është proceduar teksa hetimet mbi ngjarjen vijojnë. Njoftimi i policisë. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Delvin referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasin DM 24 vjeç me profesion farmacist, pasi dyshohet se për shkak të detyrës ka goditur me pëllëm në fytyrë shtetasin FC 68 vjeç me profesion mjek.